Shëndetje të nderuar shikues. Pas 2 dështimeve, sot do të bëhet përpjekja e tretë për të konstituar legjislaturën e 9 të Kuventit të Kosovës. Seanca është paralajmëruar për në orën 12. Kjo do të jetë përpjekja e tretë për konstituimin e legjislaturës së re pas 2 dështimeve radhazi për të përfunduar me sukses këtë proces. Në seancën e parë, raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve nuk mori votat e nevojshme, ndërsa në të dytin, ai nuk u hodh fare në votim. Në qendër të mosmarrveshjes janë aktet e dorëheqjes nga funksionet e dy feshtat të zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë fituar mandat si deputet, por mbajnë ende pozita qeveritare. Ligjvënësit e PDK-s, LDK-s dhe AK-s kanë refuzuar të votojnë raportin, duke kërkuar që këto dorëheqje të dorëzohen zyrtarisht dhe të jenë të dokumentuara në raport. Në mungesë të kësaj, ata pretendojnë se procesi përbën shkelje të kushtetutës e ligjeve dhe se do të krijonte precedent që në të ardhmen do të kontestohej edhe nga gjykata kushtetuese. Ndërkaq aktorët të lëvizjes së vetëvendosje kanë paralajmëruar për afrimin me nismën dhe kanë thënë se i kanë numrat e mjaftueshëm për të formuar qeverinë. Derisa sot me fillim nga ora 12 pritet të mbahet seanca konstituive e Kuventit, para këtij institucioni pritet të protestohet. Grupi protestues asnjë cent më shumë do të protestoj kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike. Besnik Shabiu ka thënë se protestat kundër shtrenjtimit të rrymës do të përshkallëzohen dhe do të shkaktojnë blokada institucionale nëse nuk reflektohet nga autoritetet për të kthyer prapa vendimin për shtrenjtim të energjisë elektrike. Ai në interaktiv të KTV-s ka thënë se ky grup protestuesish po pret edhe konstituimin e Kuventit të Kosovës për të pasur një adresë për ankesë. Ai ka shtuar se presin që deputetët e rinj të thirrin bordin e zyrës së rregullatorit për energji në raportim dhe që vendimi për shtrenjtim të kthehet prapa, si dhe që ky bord të shkarkohet. E nëse këto s'ndodhin, ai ka thënë se përshkallëzimi paralajmëruar mund të jetë edhe pezullimi i pagesave. Organizatorët kanë paralajmëruar përshkallëzime për protestat e ardhshme, ndërsa Shabiu ka thënë se ka kërkesa nga qytetarët që protestat të mbahen edhe në komuna të tjera. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Serbia është burimi vetëm i destabilizimit në rajon. Në një intervistë për TRT Ballkan, Osmani ka thënë se me veprime agresive e akte terroriste, Serbia po tenton të rikthejë Ballkanin në të kaluarën. Megjithatë, ajo ka theksuar se Kosova do të mbrojë veten dhe do të kundërshtojë tendencat hegemoniste që vijnë nga Beogradi. Serbia ka sulmuar Kosovën përmes akteve të agresionit dhe akteve të terrorizmit. Serbia është përpjekur ta shkatrojë Bosnjë-Hercegovinën nga brenda duke e destabilizuar. Serbia shkakton probleme ndaj Kroacisë dhe vendeve të tjera në rajon. Pra është shumë e qartë për të gjithë ne në Ballkanin Perëndimor se kush është burimi vetëm i destabilitetit dhe ajo është Serbia, ka thënë Osmani. Ajo ka shtuar se Kosova do të mbrojë interesat e saj dhe do të vazhdojë të punojë me partnerët e NATO-s për të siguruar paqen dhe stabilitetin rajonal dhe global. Te ka folur për marrëveshjen ushtarake me Shqipërinë dhe Kroacinë, Osmani ka thënë se ky ka qenë hapi natyrshëm për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës raundin e ri të bisedimeve rreth programit bërthamor do ta mbajnë të shtunën në Rom për të gjetur një zgjidhje rreth problemit të disa dekadave mbi qëllimet atomike të Teheranit në hijen e kërcënimit të presidentit amerikan për veprime ushtarake nëse diplomacia dështon. Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, dhe i dërguari special i Trumpit për lindjen e mesme, Steve Witkoff, do të negociojnë në mënyrë indirekte përmes ndërmjetësuesve nga Omani, një javë pasi raundi i parë në Muscat u përshkrua si konstruktiv nga të dyja palët.
Araçi të premten tha në Moskë se Irani beson se arritja një marrëveshjeje për programin bërthamor me SHBA-n është e mundur derisa Washingtoni të jetë realist. Washingtoni dëshiron që Irani të ndalojë prodhimin e uraniumit të pasuruar që beson se synon të ndërtojë një bombë bërthamore. Ishin këto lajmet orës 10, ju faleminderit për vëmendjen, miropafshim.